Gjirokastra ka festuar ditën e verës me aktivitete të shumta në parkun e Virojt. Qytetarë të shumë të vegjël dhe të rritur u mblodhën për të shijuar atmosferën festive ku nuk munguan muzika, lojrat dhe argëtimi për të gjithë. Uroj gjithë shqiptarët gëzuar ditën e verës me mbarësi. Gëzuar ditën e verës. Përse keni ardhur në Virua? Të festojmë me fëmijët, me familjen, me të gjithë. Çfarë simbolizon kjo kurora? Ardhin e pranverës. Gëzuar gjithëve ditën e verës edhe një behar i mbar për të tërë. Kujt do t'ja japësh kurorën? Vajzës. Gëzuar ditën e verës. Përse ke ardhur sot këtu në Virua? Që të shikoj koncertin. Në një intervistë për RTS, kryetari i bashkisë Flamur Golemi thekson rëndësinë e aktiviteteve të tilla për qytetin dhe për fshirjen e komunitetit në to, ndërsa ka përcjell urimet e tij. Në këtë 14 mars kam një urim për gjithë qytetarët e Gjirokastrës, e në veçanti për fëmijët e qytetit, sepse ata shijojnë më shumë këtë ditë të bukur. Është ditë e bukur e ripërtëritjes së natyrës, e zbukurimit të natyrës, por patjetër edhe ripërtëritjes së jetës. Gëzuar gjithë ditën e verës. Dita e verës në Gjirokastër solli gëzim dhe energji pozitive, duke u kthyer në një traditë të dashur për banorët dhe vizitorët.